Shejti i ditës 13 mars. Shën Nikifori i Konstantinopojës, mbrojtësi i shejtrive dhe i së vërtetës. Shën Nikifori i Konstantinopojës, viti 758-828, ishte një figurë e shquar e kishës lindore, një dëshmitar i guximshëm i besimit, një mbrojtës i zjarrt i adhurimit të ikonave dhe një bari i palëkundur i grigjës së tij. Ai jetoi në një kohë kur kisha po përballej me sfida të mëdha nga ikonoklazma, një lëvizje që dënonte nderimin e ikonave dhe mbeti besnik ndaj së vërtetës deri në fund të jetës së tij, edhe pse kjo i kushtoi përndjekje dhe mërgim. Nikifori u lend në një familje fisnike në Konstantinopoj në një periudhë të trazuar për kishën. Babai i tij, Teodori, ishte një zyrtar i perandorisë, por për shkak të besnikërisë së tij ndaj adhurimit të ikonave, ai u përndoq dhe u dënua me mërgim. Nëna e tij, Eudoksia, e ndau këtë fat dhe u përkujdes për edukimin dhe formimin e Nikiforit në frymën e fesë së krishterë. Më vonë ajo mori jetën murgjërore, duke i lënë të birit një shembull të fuqishëm të devotshmërisë dhe përkushtimit ndaj hyjit. Që në rini, Nikifori tregoi mençuri dhe guxim të rrallë. Ai shërbeu si sekretar perandorak dhe mori pjesë në koncilin e dytë të Nikeas, viti 787, ku u riafirmua nderimi i ikonave si pjesë thelbësore e besimit të krishterë. Ky angazhim do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës së tij, duke e bërë një nga mbrojtësit më të mëdhenj të ikonave në historinë e kishës. Në vitin 806, pas vdekjes së patriarkut Tarasi, Nikifori u emërua patriark i Konstantinopojës. Fillimisht ai hezitoi ta pranonte këtë detyrë, duke ndjerë barrën e madhe të përgjegjësisë, por më në fund i u bind vullnetit të Zotit dhe të kishës. Ai u shugurua në ditën e Pashkëve më 12 prill të vitit 806 në kishën e Shën Sofisë. Megjithatë, patriarkati i tij nuk ishte i lehtë. Ai u përball me kundërshtime nga ata që mohonin ikonat dhe u përpoq ta mbante kishën të bashkuar në mes të këtyre trazirave. Kur perandori Leoni I filloi fushat të re kundër ikonave në vitin 815, Nikifori refuzoi të hiqte dorë nga besimi I tij. Për këtë arsye, ai u rrëzua nga posti dhe u dërgua në mërgim në manastirin e Shën Teodorit, ku kaloi 14 vitet e fundit të jetës së tij. Gjatë kohës së mërgimit, Nikifori nuk ndaloi kurrë së mbrojturit të vërtetën. Ai shkroi traktate teologjike dhe historike në mbështetje të nderimit të ikonave dhe të doktrinës së krishterë. Ai mbeti një zë I fortë për unitetin e kishës dhe autoritetin e Romës, duke përforcuar lidhjet midis kishës lindore dhe asaj perëndimore. Fjalët e tij të fundit ishin: "Bekuar qoftë hyji, I cili nuk na la përprej të dhëmbëve të tyre, por na shpëtoi duke këputur rrjetat e tyre." Ai u ndan nga kjo jetë në vitin 828, duke e përfunduar shërbimin e tij me besnikëri të plotë ndaj Krishtit dhe kishës së tij. Në vitin 847, reliktet e tij u kthyen me madhështi në Konstantinopoj dhe u vendosën në kishën e shenjtë të apostujve. Mesazhi I Shën Nikiforit për ditët e sotme. Jeta e Shën Nikiforit na mëson se e vërteta dhe besimi nuk duhet të kompromentohen, edhe nëse na kushtojnë shumë. Ai u përball me përndjekje, por qëndroi I palëkundur në bindjet e tij, duke na dhënë një shembull të qëndrueshmërisë dhe sakrificës për hir të Ungjillit. Në një botë ku shpesh e vërteta relativizohet dhe vlerat e krishtera sfidohen, Shën Nikifori na fton të mbetemi besnik ndaj mësimit të kishës
dhe të ruajmë me dashuri traditat tona shpirtërore. Ai na kujton edhe fjalët e Koncilit të dytë të Vatikanit, që na fton ta ruajmë derimin e ikonave në mënyrë të duhur, duke qenë një mjet i fortë për të na çuar më pranë hyjit. Sot në festën e tij mund të lutemi kështu: O Shën i Kifar, mbrojtës i shenjtrive dhe i së vërtetës, na ndihmo të jemi dëshmitar të fortë të besimit, të qëndrojmë të palëkundur përballë sfidave dhe të ruajmë me dashuri atë që na është besuar. Amen. Shën i Kifori qoftë shembull dhe ndërmjetës për ne, duke na udhëhequr drejt besimit të vërtetë dhe jetës së përkushtuar ndaj Krishtit.